Pyetje tjetër, një shikues drejtohet kështu. Përshëndetje hoxhë i nderuar, kam disa pyetje për ju sonte, por do t'i them vetëm dy nëse më lejoni. Normalisht i lejojmë, sepse ne jemi këtu për t'i përgjigjur shikuesve. Nëse dikush i ka për detyrë kthimin e hisës së babës në të holla, dhe ato të holla ai s'mund t'i kthej pa marr kredi. Për shembull, ai duhet t'i kthej 5 vetave me të njëjtën datë dhe në mesin e tyre jam edhe unë. Është haram t'i marrim ato. Ka fjalën për pyetja më duket pak e paqartë. Është e koklavitur pak. Unë do të mundohna t'i jap një përgjigje pak më të përgjithshme dhe nënkupton edhe rastin konkret edhe raste tjera. Po e them domthonë konkretisht. Nëse neve një persona ka borxh, për shembull themi 1000 euro. Dhe atë borxh duhet na i kthej me datën, themi në fund të muajit. Dhe neve domthonë e presim atë, si themi, vade në gjuhën e popullit që të na i kthej do thotë borxhin. Dhe personi i tillë nuk ka para të gatshme dhe e konsideron do thotë si zgjedhje do thotë të këtij problemi, shkon do thotë në bankë dhe merr kredi me kamat. Edhe atë kredi e përvetson ai, e merr do thotë çato 1000 euro i merr vet. Edhe kur vjen koha e vadës na i dorëzon neve ato para, edhe thotë këto janë para që i ku marr borxh prej bankës me kamat edhe tash po t'i dha ty. A na lejohet neve t'i marrim ato apo nuk na lejohet? Fillimisht themi se në rastin konkret lejohet t'i marrim, për arsye se neve, do thotë ajo çfarë po marrim është do thotë haku jon. Kurse mëkati pse ai ka hyrë do thotë borxh në një formë të ndaluar dhe atë pasuria i ka përvetësuar. Tash nuk është do thotë ai pasuri e bankës. Burimi nga vjen ato. Nuk varet çfarë është burimi. Mirë, po në rastin konkret do thotë si marrja e borxhit me kamat, po të ishte vjedhje për shembull, do të ishte tjetër problem. Mirë, po pasi që është do thotë marrja e borxhit me kamat, ai ka përvetësuar pasuri. Dhe tash ajo pasuri është e tij. Pavarësisht do thotë pse domthonë se jo tër ajo shumë është e ndaluar. Do thotë pavarësisht do thotë një sasi asaj shumë që nuk ka të drejtë ai të, mëkati i takon atij personi që ka marrë atë borxh. Kurse ne e marrëm do thotë atë shumë që ja kemi dhënë borxh atij dhe ai po na e kthen shumën, kështu që në këtë nuk ka gjë të keqe. Zoti di më së miri.